Në çdo etapë të historisë sonë, gratë shqiptare kanë bartur përgjegjësi shumë më të mëdha se sa mirënjohja që u është dhënë atyre. Ato kanë mbajtur familjet në kohë të vështira, kanë mbrojtur dinjitetin njerëzor në kohët më të errta dhe kanë forcuar komunitetet ku kanë jetuar, duke kontribuar edhe në ndërtimin e institucioneve demokratike. Diskutimi për lidershipin e grave është diskutim për vetë demokracinë. Demokracia nuk mund të jetë asnjëherë e plotë, nëse gratë janë të pranishme vetëm simbolikisht. Lidershipi nuk mund të jetë asnjëherë kuptim plot, nëse grave u duhet vazhdimisht të mbrojnë të drejtën e tyre për të qenë pjesë e vendimarrjes. Dhe shoqëritë tona nuk mund të ecin përpara, nëse zëri i grave trajtohet si dytësor në formësimin e së ardhmës. Imazhi i grave në politikë natyrisht që ka rëndësi, sepse ai e formon edhe vetë mundësinë. Ne duhet të ndërtojmë një ambient ku gratë dhe vajzat jo vetëm përfaqësohen, por edhe respektohen, ku dallimi politik nuk shndrohet në sulm personal, ku dhuna digjitale dhe dezinformimi nuk normalizohen, dhe ku vajzat e reja të cilat hyjnë në jetën publike e dinë mirë se guximi i tyre do të përballet me mundësi të reja, e jo me friksim, sulme dhe linçim. E ardhmja jonë evropiane varet edhe nga kjo pjekuri demokratike, sepse Evropa përveç se është përkatësi gjeografike për ne shqiptarët, në të njëjtën kohë është edhe përkushtim ndaj vlerave dhe standardeve demokratike, ndaj përfshirjes, ndaj mundësive të barabarta dhe ndaj institucioneve të cilat përfaqësojnë pikërisht këto mundësi. Ky është një kuvend ndërgjegjeje, një thirrje për bashkim, një kujtesë brezash, është një betim i eshtur se gruaja shqiptare nuk do të mbetet në hijet e historisë, por do të qëndrojë në qendër të saj dhe do jep kontributin e vet në zhvillimin e fateve të kombit. Gruaja shqiptare ka qenë gjithmonë shtylla dhe e palëkundur me të cilën kemi jetuar dhe vazhdojmë. Ka ruajtur gjuhën në kohët më të errta, ka mbajtur ndezur zjarrin e familjes. Historia jonë nuk është shkruar vetëm me luftra, me armë, me qendres. Ajo është ushqyer dhe mbajtur gjallë me durimin e nënave tona, mençurinë morale të grave dhe ëndrat e vajzave shqiptare që kanë ditur të sfidojnë kufit e pamundur me dinjitet dhe me mjaft guxim. Gratë shqiptare po japin kontribut të jashtëzakonshëm në politikë, qeverisje vendore, në ekonomi, diplomaci, arsim dhe sipërmarrje. Ato po dëshmojnë çdo ditë se lidershipi modern ndërtohet mbi përgjegjësi, profesionalizëm, dialog dhe vizion afatgjatë. Megjithatë, mbetet ende shumë për të bërë. Përfaqësimi nuk duhet parë vetëm si statistikë, por duhet të përkthehet në ndikim real në vendimarrje, në politika më gjithëpërfshirëse dhe në institucione që reflektojnë dinjitetin dhe potencialin e plot të shoqërisë sonë.